Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi thot se nëse gjatë muajit maj dhe qershor tregtarët i rrisin çmimet, ata do të marrin masa më rigoroze ndaj tregtarëve, ndërsa thot se masat që ka marrë Ministria e Ekonomisë nga 20 shkurti deri në fund të muajit prill dha rezultat në bazë të dhënave nga enti shtetëror për statistikë. Do të hasim një gjë të tillë për muajt në vazhdim, normalisht që do të marrim masa më rigoroze. Kjo e fundit e patë që i dha efektet e saja, domethënë u soll në 20 shkurt dhe kapi muajin mars dhe prill dhe dini që për këta 2 muaj nga endi statistikor dolën të dhëna që inflacioni është ulur. Konkretisht kemi pasur në muajin mars deflacion për 1.3% dhe në drejtim të shpenzimeve për ushqim dhe pije kemi ulje prej 2.2%. Dhe kështu që në qoftë se tani tregtarët do të sillen në mënyrë devijante dhe do të rrisin në mënyrë të padrejtë, të paarsyeshme çmimet në muajt e ardhshëm, në muajin maj konkretisht dhe qershor, do të sjellin përsëri masa më rigoroze, ashtu siç kemi sjellur masën e fundit, por do të jetë më gjithëpërfshirëse. Por shitësit me pakic thonë se ata nuk janë që i rrisin çmimet. Sipas tyre, malli që vjen nga jashtë është me atë çmim dhe ata detyrohen të shesin me 5 apo 10 denar fitim, ku edhe në shumicën e rasteve kanë humbje. Për t'i rritim ne me marr lirë, do hapëm lirë. Po e marrëm shtrinë dhe mora çku shtrinë, neve ne bien shtrinë. Shtrinë ne bien. Se gjitha punën nuk e di me ne. I vasni si skapit e në humbje, në përfitajmi, në humbje. Skapit e më gjithë dhe dinar në loni, vagat i ha. 10 dinar më renda imi. S'ki mëra dalësh për në shkapak. Ta upim kohën, më të dalë dhe njësja, më nuk ka kur zha. Mund t'i rejsin tregtarës shmime. Tregtarës s'kajnë si t'i rejsin shmime. Se shembull ajo do patligjona të gjëna gjishajten për jashtë, ato vëjnë për jashtë. S'ka tregtari si të rejte, veç ai me shumis gjishet, ai e rejten shmimi. Ai shkon 10 dinar, 5 dinar fitaj, ma shumë s'shkon. Si cili tregtar e din si blen mallin e në qashtu e qënë çmimin. Sot mund të blej patligjonin 50 dinar, nesër mund të blej 70 dinar. E nëj pa që të rejt që çmimin. Se çmimet luajnë çdo ditë. Për çmimin e sipim çmimin e. Keni pa gjenë vend çmimet. E ne 5 dinar s'kem fitem. 5 dinar. Gjithë ditën rejmë kam, ç'çelo. S'ka kur një që nuk ka shë. E në s'ka i thonë, nuk ka popullat. Që kjo është. Qeveria ngriu çmimet e produkteve bazë nga 20 janari deri në fund të muajit prill të produkteve ushqimore bazë, ndërsa kjo mas përfundoi në muajin maj, ku edhe disa çmime të produkteve ushqimore filluan të rriten.